ose dhe mendoj që shoqëria shqiptare është shoqëri liberale, sot nuk mund të ankohet në Shqipëri që shoqëria jonë është e mbyllur, që shoqëria jonë është raciste, etj. Ne nuk i kemi përpara ato elemente. Pra unë mendoj njerëzit sot ikin nga Shqipëria për dy arsye kryesore. Arsimimi i fëmijëve të tyre, që besoj është sine qua non prej 30 ca vjetësh që u lindi emigracioni shqiptar, padyshim mendoj edhe nga mirëpamja temi e kujdesit shëndetësor, dhe fakt është pozitiv për qeverinë që sot ka kthyer një përfaqësuese diasporës e cila sot drejton Ministrinë e Shëndetësisë. Mendoj që ne çalojmë akoma për të thithur elemente mirë diasporës. Dhe sigurisht ekonomia, këto dy faktorë. Ju si e shikoni? Pasi ju jeni pjesëmarrës sa e vjetër në këto samite, diasporës, jeni veteranë. Ju e prekët me të vërtet, do me thonë që dy element që do të them unë që ndoshta janë dy provimet kryesore për Shqipërinë, për të pranuar në BE, nuk po flasë për Komisionin Europian, sepse Komisioni sigurisht Shqipëria, do me thënë, i ka bërë detyra, do me thënë, ka ecur ke kjo pjesë, por si shtetase europiane që unë jam që në 98-ën, e di dhe e kam djek, do me thënë, i ndjek vazhdimisht pjesën e Shqipërisë, e kam djek që kur kam qenë në Skandinavi dhe në Amerikë edhe këtu në Francë që u bëra tani 23 vjetë, çdo shtet europian ka një vot dhe ka vot decizive. Pra, kur përmendët shëndetësinë, sigurisht, do të thonë, shëndetësia, edukimi dhe siguria, flas për pjesën e faktorit demokratik dhe transparencës, janë tre elementët kryesorë. Siguria ligjore, pra drejtësia. Po, do të thonë, janë tre elementët kryesorë që çdo shtet europian do ta marrë, do të thonë, dhe do ta peshojë për dhënë votën e vet. Tani, po t'i kthehemi kësaj pjese faktit që çfarë mund bëj diaspora për këtë, që jemi të ndërgjegjshëm, që këto janë kryesore sigurisht, sepse dhe mua, do me thënë, nuk e kejten se sa herë ja kam bërë pyetjen vetes, mund të kthehem, dua të kthehem, do me thënë janë ato legislacione. Pse do kthehem? Jo, pse do kthehem, e kam pas gjithmonë pse. Pse? Sepse unë, që kur kam shkuar në Norvegji, kam qenë me idenë që do kthehem. Dhe po ta kas nga ana familjare, do me thënë, kur e kam ftu Akselin në Shqipëri, u siguru që e ka seriozisht relacionin. Do me thënë, duat të them që, sepse ai e ka di që atëherë, që unë doja të kthesha, isha me mendimin që doja të kthesha. Tani, po t'i kthehemi gjeneratës më të madhe, që ne jemi gjithë integruar, ne, do thënë, është një diasporë që është aq e mirë integruar dhe aq e mirë me veten, se kështu është, kur je mirë me veten, një komfort, atëri i kthen syt, tek ajo që i ke gjithmonë syt, por që e ke luksin, kapacitetin, qoftë të kohor, qoftë intelektual, qoftë edhe ambicjen. Ambicie është, më thënë, është xhelozie e madhe që ndodh te ne, faktën mua më ka ndodhur dhe më ndodh, që vendet e tjera janë më mirë. Pra, do me thënë, e donde ti vendin tënd ti jesh në një nivel. Dhe po them që edhe vendet si Bullgaria apo Rumania nuk kanë qenë në nivelin që janë sot demokratike, kanë pas problemet e tyre. Dhe ne dhe kur diskutojmë, ka qelluar të bëj diskutime, do me thënë, dhe me përfaqësues të BE-s, kam thënë pse bëni dallimin me Ballkanin, se unë e kam marrë në kontekstin e Ballkanit, kur ju e keni leju Bullgarinë, Rumaninë dhe të tjerët, ja kam numëruar sepse unë e kam ndjek pjesën e hyrjes në BE. Pra do të them që ne këtë e kemi. Tani, por t'i kthehemi potenciali që ka diaspora është që ne jemi dhe si thuash prova e gjallë për t'i thënë BE-s, pra çdo vendi ku ne jetojmë, që ja kush jemi ne, pse të keni frikë që na pranoni pa me ato. Ja ku jemi këtu në Europë, që jemi të barabartë si gjithë tjerë. Që jemi të integruar dhe po japim, do me thënë, djersën tonë, kontribojmë me taksat tona, po zhvillohen ato vendet, do me thënë, ku i ne jetojmë. Besmir, doja të pyesja për një gjë, pasi jam shumë kurioz, pasi këtu ka një debat kryesisht të gatuar nga kundërshtarët e Partisë Megit për paketën e maleve. Nuk e di sa je informuar për këtë. Jam i informuar, duket jo në detaje. Jo në detaje, po një ofertë që i ofrohet apo një regjim taksash më i ulët ndaj temi përfaqësuesve diasporë, ndaj patriotëve tanë që të vinë të investojnë në Shqipëri. Unë mendoj që është pak, po gjithsesi kaq sa është, ju si e shikoni? Në qoftë se paketa e maleve do shoh dritën e vërtet,
do jetë një sukses. Unë nuk e di a ka një shqiptar jashtë trojeve shqiptare që nuk don të ketë një prezencë në Shqipëri. Nga ana ligjore, unë nuk flas dot sepse nuk e njoh kaq në detaj, por parimisht... Mbaj shëndim me që nuk e njohin, ë? Por parimisht, paketa maleve është një tentativë e mirë, edhe për të thënë diasporës, shiko se ne po merremi edhe me ju, dhe ju keni edhe një kanal gati preferencial për të ardhur në Shqipëri. Tani ta shohim, sepse me ndjenin time është akoma për të parë, domethënë, rezultatet konkrete të paketës së maleve. Këtë mendojnë për... Miki? Se pa këtë një interpelancë. Po jo, unë doja... Interpelancë me publikun. Jo, me publikun, s'ka që, është gjithmonë kënaqësi. Siguroj që jemi shumë konstruktiv sa ato që me cilët t'i ndesh parlament. Në Këshill Bashkiak. Këshill Bashkiak në parlament, kas për qeveri. Jo, do thoja, e para njërë se jemi në diskutime. Jemi në diskutime dhe unë e vlerësoj zotën Riolli që thotë që ka nevojë edhe për më shumë, ndoshta vizibilitet dhe informacion patjetër. Unë do theksoja pak edhe nga takimi që ka patur sot përfaqësuesit e Këshillit Koordinues me Diasporën me Ministrin për Europën dhe Punë të Jashtme, që mendoj se dhe nga diskutime që ne kemi patur para fillimit të emisionit kanë qenë produktive, dhe them që jo vetëm për paketën e maleve, po për çdo gjë që ne kemi interes, apo ambicjen tonë, synimet tona, që do diskutojmë gjatë samitit, po e përsëris edhe për tej, do t'jem pjesë e këtyre diskutimeve, siç ka qenë sot takimi i Këshillit Koordinues për Diasporën, ku kemi personalitetet spikatura që janë përfaqësues në Këshill. Kështu që mendoj se të gjitha këto, dhe prandaj them që kjo është një takim shumë i mirë në këtë pikë ku qëndrojmë, për t'i sheshuar disa nga të problematikat, apo qoftë edhe mungesën e informacionit, se ndonjëherë dhe nga media... Ja ku e ke mungesën e informacionit. Po, prandaj them, për këtë arsye është dhe nëse vërtet do jetë sukses, pra nëse, pra deri atëherë duhet marrë informacion, kjo është e para. E dyta, Miki, unë kam një ide timen. Unë jam gjithmonë, unë them gjërat e thjeshta janë gjithmonë më të bukura për t'u pranuar. Për shembull, unë nuk mendoj që ne, me gjithë respektin shumë madh për Norvegjin, ne mund të ndjekim si model Norvegjin, kur vjen puna tek emigracioni. Unë mendoj që ne kemi dy vende me cilat kemi një lidhje shumë të fortë, edhe për shkak të diasporës, siç është Italia dhe Greqia, për ndjekur modelet që ata kanë me diasporat e tyre, se duhet të thënë edhe Italia, edhe Greqia kanë diaspora shumë të mëdha dhe shumë të forta. Po marr Greqinë. Për shembull, e diti si e kuptoj unë nëse një grek që jeton jashtë shtetit është në ato momente në Greqi? Sepse ata kanë targat e tyre të posaçme. Pra, kanë targat, quhen targat e kuqe. Pra, janë një lloj si targat normale greke, po janë në ngjyrë kuqe. E di pse janë në ngjyrë kuqe, sepse grekët që jetojnë në diasporë kanë të drejtë të mbajnë, ndryshe nga shtetasit e tjerë të huaj, të mbajnë një makinë në Greqi pa paguar të famshmen taks. Pra le temi, regjimi i lehtësimit taksor tek diaspora greke në Greqi është vizibël, është i dukshëm. Pra le temi, morëm paketën e maleve, që është paketë shumë ambicioze dhe unë them është vërtet i çik over ambitious, po ta shikojmë, ndoshta e funksionon. Pasi unë kam frikë që burokracia e shtetit shqiptar vazhdon të jetë çik burokracia e një shteti në tranzicion, jo burokracia e një shteti evropian. Dhe emigrantët fillimisht do ndeshen me burokracinë. Kjo është e para. Pra emigrantëve ju duhet t'i heqni the red tape, duhet t'i heqni burokracinë. Ja ishni dot? Mendoj se dhe ajo ka patur progresin e vetë, duke patur parasysh. Si për këta, si për ne. Po flas, duke patur parasysh zhvillimin e digitalizimit. Tani, do me thënë, mendoj se ne diskutojmë dhe patjetër jemi këtu dhe për këtë, po diskutojmë edhe me përfaqësues diasporës për faktin se sa ka ndryshuar gjërat dhe se sa janë përmirësuar me hyrjen e digitalizimit, mendoj në këtë nivel kaq lart në Shqipëri dhe që ka ndihmuar padyshim dhe diasporën. Kështu që tani po flasim për një vend që ka mbi 90% të shërbimeve online. Patjetër që ka gjithmonë vend për të bërë më mirë dhe ne jemi shumë ambiciozë dhe duam gjithmonë bëjmë më mirë e sa më shpejt, por duhet kemi parasysh dhe duhet jemi koshient jo më kohë te nisa nga 2016,
për të patur parasysh janë bërë disa struktura për të përmirësuar. Ju përmendët edhe pjesën e integrimit. Mendoj se edhe përmendit e zonja Hyka në fakt, dhe mendoj se diaspora jon janë nga asetet më të rëndësishme që ne kemi padyshim, dhe veçanërisht në këtë fazë ku jemi me asetet këtu, jo thjesht patjetër, 360 gradë. Dhe mendoj veçanërisht për sa i përket procesit të integrimit, ekspertiza, know-how i tyre. Ne flasim për këtë kontributin edhe nëpërmjet mentorimit, edhe nëpërmjet fellowship programs dhe programeve kërkimore, edhe duke qenë, le të themi, pjesa e diplomacisë publike e diasporës tonë që janë jashtë dhe bëjnë atë transmetimin e mesazhit në vendet e BE-s, por jo vetëm, mbi vendin e tyre, pra mbi Shqipërinë, mbi çfarë është bërë një progres, apo ku mund të punojmë dhe pak më mirë. Dhe mendoj se rasti i integrimit evropian është një shembull shumë i mirë i kësaj, ku ne na duhet kjo ekspertizë dhe dyert janë hapur tashmë. Mirë, më duhet shkoj një ndalesë shkurtër publicitare dhe rikthehemi, flasim pikërisht për këtë që ndoshta është pak më temi më e prekshme, më konkrete. Fakti që Shqipëria është në fazë të avancuar të integrimit evropian dhe sigurisht diaspora jonë, pra imigrantët tanë janë ambasadorët tanë që ofrojnë ndër të tjera dhe falas. Rikthehemi pas pak. Mirë, rikthehemi flasim pak për atë që mendojnë është një çështje cilën ky summit duhet ta prekë. Fakti që Shqipëria sot është në një fazë të avancuar të integrimit evropian dhe ku padyshim diaspora shqiptare e cila jeton tashmë në Europë është pjesë integrale e saj, është edhe faktor që mund na ndihmojë, por edhe një faktor që mund na testojë apo jo Anila. Duke filluar nga sjellja, nga sjellja me ligjin, nga burokracia, nga korrupsioni, nga gjithçka tjetër. Nga mbajtja e fjalës. Nga mbajtja e fjalës, po e vërtet është. Edhe kanë sjellje, si them, raporti me shtetin. Kjo është shumë e rëndësishme apo? Kjo është shumë e rëndësishme. Po kjo është e rëndësishme për shtetin apo? Ta shiko nga të dy anë, mendoj. Natyrisht, nëse është i ndërsjell veprimi, do të thënë besimi që kultivohet nga të dy anët. Sepse llogarisim që vitet e komunizmit kanë thyr atë që quhet besim i qytetarit ndaj shtetit apo pushtetit. E unë mendoj që gjykoj që është një diçka e ditur. Unë mendoj Diana me con umiltà thonë italianët, kam një mendim pak më ndryshe. Unë mendoj që mbas 35 vjetësh, këta që kanë qeverisin këto 35 vjet, duhet ta kishin kthyer imazhin e 45 viteve. Pasi nuk bëhet fjalë për një ndryshim 45, 35. Kam frikë se është një lëkurë pak e fortë për mua heq. Do të thënë po patjetër, për sa kohë kemi akoma komunistë drejtojnë parti politike, jo, nuk e kam. Ato janë, nëse dhe janë, se nuk e di, po nuk e flas thjesht për individ. Duhet jeni person i fundit që nuk e dini. Po unë nga sonte do ta marr vesh, domethënë, që nga sonte por ideja unë mbas 35 vjetësh. Okej, dakord. Diçka duhet kishte ndryshuar. Jam dakord, po desha dal vetëm te kjo që fakti që qytetarit fitojnë besimin nuk fitohet kollaj, është e vështirë sepse realisht ka qenë një rrugtim jo i komplikuar, po kompleks tek Zoti. Dhe përsis këto nënshtesat që janë më shumë mendore, janë nën struktura mendore, të cilat bëjnë që të lëvizin me avash është e pamundur. Do të thënë, ato janë rrënjos, sepse ka qenë periudhë shumë gjatë dhe natyrisht autokraci, diktaturë. Jam dakord me, vetëm unë kam një observim timi si gazetar. Duhet e kam thënë dhe javën e kaluar. Pas shumë vitesh, gati 6-7 vitesh, kam shkuar në Malëzi para 2 javësh.